ne nuk dorëzohemi derisa të bëhemi partia e parë në Shqipëri. Ne jemi qartësisht partia e tretë në gjithë Shqipërinë. Dhe për Edi Ramën që thotë s'na duhet partia e tretë, në fakt ka një keq kuptim. Ai mendon se ne synojmë të jemi partia e tretë. Ne nuk jemi këtu për të qenë partia e tretë. Ne nuk jemi këtu për të qenë kingmaker, se ai na ngatëron me ata që ka patur më përpara, me ata të cilët e quan në pushtet, me ata të cilët ndau pushtetin dhe pastaj u futë shkelmin. Por ne nuk synojmë të jemi partia e tretë. Ky është vetëm fillimi. Sigurisht, hapi i parë është të jemi partia e tretë. Por ne duam të jemi partia e parë. Është çështje kohe. Dhe ajo që na ndan nga të qenit partia e parë është këmbgulja. Këmbgulja dhe këmbgulja. Vetëm kjo dhe puna dhe ne nuk dorëzohemi derisa të bëhemi partia e parë në Shqipëri. Dhe kur ne të jemi partia e parë, nuk dua ta mendoj se ku do jetë Edi Rama, se sigurisht nuk besoj se do jetë më politik.